Infrastruktura rrugore në disa lagje të qytetit të Vlorës vijon të mbetet problematike, duke krijuar vështirësi serioze për banorët dhe drejtuesit e mjeteve. Një nga zonat më problematike është ajo pranë ish serave, në lagjen Kushtrimi, ku gjendja e rrugëve lë shumë për të dëshiruar dhe prej vitesh nuk ka parë ndërhyrje konkrete nga institucionet përgjegjëse. Rrugët e kësaj zone janë të amortizuara me gropa të shumta dhe sipërfaqe të dëmtuara, të cilat e bëjnë qarkullimin e automjeteve teje të vështirë. Banorët shpenë se çdo ditë përballen me probleme të vazhdueshme, ndërsa automjetet dëmtohen shpesh për shkak të kushteve të këqija të rrugës. Sipas tyre, situata është përkeqësuar ndjeshëm vitet e fundit, pas një investim serioz që të përmirësojë infrastrukturën. Problemet bëhen edhe më të theksuara gjatë stinës së shirave. Gropat në rrugë mbushen me ujë, duke u kthyer në pengesa të rrezikshme jo vetëm për automjetet, por edhe për këmbësorët. Shpesh herë banorët detyrohen të ecin mes baltës dhe ujrave të ndënjur. Mungesa e investimeve ka sjellë jo vetëm vështirësi në jetën e përditshme, por edhe një ndjenjë braktisjeje nga institucionet lokale. Ata theksojnë se prej vitesh ka ngritur shqetësimi pra bashkisë dhe strukturave përkatëse, por deri më tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje konkrete apo afat për ndërhyrje. Përveç dëmtimit të automjeteve dhe vështirësive në lëvizje, infrastruktura e degraduar ndikon edhe në cilësinë e jetës dhe vlerën e pronave në këtë zonë. Banorët shprehin se mungesa e rrugëve funksionale ndikon negativisht edhe në shërbimet emergjente. Banorët e lagjes Kushtrimi kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, duke theksuar se infrastruktura rrugore nuk është luks, por një domosdoshmëri për një jetë normale dhe të sigurt. Ata shpresojnë që institucionet përkatëse të ndërmarrin hapa konkret për rehabilitimin e rrugëve në mënyrë që kjo zonë të mos mbetet më në harres.